Buhariu thon, ka mbledhur mbi 600.000 hadithe. Në librin e tij, Sahihul Buhari, përmenden mbi 7.000 hadithe, 7.000 ca hadithe. Thon, po ku shkon këto hadithe të tjera? Si të përgjigjemi? Imam al-Bukhari, Allahu mëshiroft, ka thënë, jo të gjitha hadithet e sakta i kam përmendur në Sahihun tim. Hadithet e sakta që si kam përmendur në Sahihun tim, thot Bukhari, Allahu mëshiroft, pra në librin El Jami', që ka shkruar me fjalë, ja, pra hadithet e sakta që si kam përmendur në të, që nuk i kam sjellur në të, thot jam më shumë. Që Imam al-Bukhari nuk ka patur si qëllim që të mbledhte në Sahihun e tij të gjitha hadithet e sakta, por të mbledhte më të saktat. Ai ka pasur kushte shumë të sakta, shumë të rrepta për përcjelljen dhe vendosjen e haditheve në Sahihun e tij. Allahu e mëshiroft. Kështu që ka dhe hadithe të tjera të sakta, të cilat gjenden në libra të tjerë të hadithit, siç janë disa hadithe të sakta në Sahih Muslim, që nuk i ka sjell Buhari, apo dhe hadithe të tjera të sakta që gjenden në librat e Sunan, në librat me sanid si Musnedi Imam Ahmedit dhe të tjerë. Pastaj në ato 600.000 transmetime që ka pas ditur Imam al-Buhari, që përmendet më parë, ato janë me gjithë përsëritjet. Aty domethënë ka dhe dëshmi transmetime nga sahabët dhe nga tabiinët që përmendet më parë. Pastaj ato nuk janë gjithë të sakta. Imam al-Buhari me kalimin e kohës u bë aftë që dallonte hadithe sa nga hadithe dobta. Dhe ato 600.000 ka dhe transmetime dobta, madje ka dhe gjëra të trilluara, por Imam al-Buhari kishte kushte, kishte një metodë shumë të saktë për dallimin e haditheve të sakta nga hadithet e dobta, dhe ai ka sjellë në Sahihun e tij vetëse hadithe të sakta. Kështu që nëse do thotë dikush, po hadithet e tjera, atëherë nëse është fjalë për hadithe të tjera të sakta, i gjejmë në Sahih Muslim, i gjejmë në Musned Imam Ahmedit, librat Sunan, në Sahihun e Ibn Khuzaimit, në Sahihun e Ibn Hibbanit dhe të tjerë. E nëse është fjala për hadithet e dobta apo dhe hadithet të trilluara, ato janë të shpërndara në libra të ndryshme, në të cilat nuk e kanë pasur si kusht autorët që të përmendin vetëm hadithe të sakta, por kanë përmendur domethënë sipas disa kritereve hadithe të ndryshme. Madje ka edhe libra që kanë shkruar dietarët e Umedit, ku kanë përmendur vetëm hadithe të trilluara, hadithe të dobta ose hadithe me defekte, pra që janë të papranueshme. Dietarët e Umedit, sipas një metode shumë të saktë dhe shumë të përpikt, kanë bërë klasifikimin e haditheve dhe është ndarë qartë se kush janë hadithet e sakta dhe kush janë hadithet e dobta dhe të papranueshme. Kështu që, domethënë, nuk i mbetet njeriu të mirë, të drejtë, të çiltër, vetëm se të referohet dietarëve të hadithit. Ashtu sikurse në çdo fushë do të referohesh specialistëve të fushës. Nëse ke një problem mjekësor, do të referohesh, do të marrësh për bazë fjalën e mjekëve më të saktë. Edhe nuk do shkosh tek një gjysmëmjek apo njëri që nuk ka aftësi, sepse ai të sakaton. Ta sakaton në shnetin, për shnetin. Nëse është fjala për çështje ndërtimi, do pyesësh inxhinierët dhe ustallarët më të mirë. Po kështu në çështjen e hadithit do të referohemi dietarëve të aftë që kanë kapacitet në fushën e hadithit dhe ata domethënë bëjnë vlerësimin e haditheve dhe ndajnë se kush janë hadithet e sakta dhe kush janë hadithet e pasakta.